Benita ka kaluar shumë gjatë jetës së saj, sidomos në fushën e ndjenjave. Historia e saj e mëparshme e dashurisë nuk ka qenë thjesht një lidhje kalimtare, ka qenë një eksperiencë që e ka formuar dhe e ka bërë të kuptojë vlerën e besimit, respektit dhe dashurisë së sinqertë. Të qenit e dashura e dikujt për një periudhë të gjatë, të lidhur emocionalisht, e ka bërë atë të ndjejë të gjitha emocionet e mundshme, gëzimin e fillimit, pasionin e të qenit e dashur dhe dhimbjen e humbjes apo shgënjimit. Këto eksperjenca e kanë bërë më të fortë, por edhe më të kujdesshme. Ajo mësoi të njohë veten, të dallojë dashurinë e vërtetë nga iluzionet dhe të kuptojë rëndësinë e respektit në një marrëdhënie. Kur Toni hyn në shtëpinë e Big Brother Kosova, gjithë këto ndjenja dhe kujtime kthehen menjëherë në mendjen e saj. Për Benitën, momenti nuk është thjesht një hyrje e një banori të ri, është një mundësi për të përjetuar emocione të papërpunuara, për të ndjerë ngrohtësinë e një afeksioni të sinqertë dhe për të shfaqur guximin e saj për të dashuruar përsëri. Pavarësisht nga eksperiencat e dhimbshme të së kaluarës, zemra e saj mbetet e hapur dhe gati të ndjejë diçka të re. Kur Arditi dhe Labi e marrin Tonin në krah dhe nuk e lejojnë Benitën të afrohet menjëherë, një ndjenjë nervozizmi dhe pasigurie përzihet me pritjen dhe dëshirën e madhe. Ajo ndjen se çdo sekondë është e vlefshme, se çdo lëvizje mund të ndryshojë balancën emocionale dhe momentin që ka pritur me padurim. Por Benita nuk dorëzohet, ajo mbledh guximin dhe vendos ta përshëndes Tonin ashtu si e ndjen zemra, duke lënë pas çdo frikë dhe kujtim të dhimbshëm. Kur e përqafoi dhe e puthi në buzë, emocionet shpërthyen brenda saj. Ishte puthja e parë për Tonin në Big Brother, por për Benitën ishte shumë më tepër. Ishte një hap drejt një kapitulli të ri, një moment i pastër dhe i vërtetë. Një provë se dashuria dhe afeksioni nuk harrohen dhe se zemra e saj është ende e gjallë, e gatshme të ndjejë. Ajo ndjeu ngrohtësinë, sigurinë